Duke intensifikuar bashkëpunimin me Hungarinë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka shprehur dëshirën për krijimin e një aleance apo pakti ushtarak. Pas Vučićit, edhe presidenti i Republikës Srpska të Bosnjë e Hercegovinës, Milorad Dodik, paralajmëroi se ky entitet i Bosnjës dhe Hercegovinës do të kërkojnë të përfshihet në një marrëveshje ushtarake dhe të sigurisë me Serbinë dhe Hungarinë. Zyrtarët hungarez nuk i kanë komentuar këto qëllime të Beogradit, ndonse Hungaria është tashmë anëtare në një aleancë ushtarake NATO-s. Këtu askush nuk i kushtoi vëmendje kësaj çështjeje, prandaj duhet të përfundojmë se kjo është më tepër një çështje zemrës për regjimin në Beograd sesa për atë në Budapest, ndërsoi për el gazetari nga Budapesti, Gabor Botis. Ministria e Punëve të Jashtme të Hungarisë nuk u përgjigj pyetjes së Orelit për qëndrimit e tyre rreth krijimit të mundshëm të një aleance ushtarake apo të sigurisë, për të cilët flasin Vučić dhe Dodiku. As NATO-ja nuk u përgjigj ndaj kësaj pyetjeje. Në Beograd, ministrat e mbrojtjes të Serbisë dhe Hungarisë më 1 prill nënshkruan planin e bashkëpunimit ushtarak bilateral mes ministrive të tyre për vitin 2025. Ky dokument konkretizoi marrëveshjen për bashkëpunim strategjik në fushën e mbrojtjes midis dy vendeve, të arritur në vitin 2023. Pas nënshkrimit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se beson që marrëveshja për aktivitetet e përbashkëta do të vazhdojë me afrimin e mëtejshëm dhe krijimin e një aleance apo pakti ushtarak mes Serbisë dhe Hungarisë. Vučić tha se ai dhe kryeministri hungarez Viktor Orban dëshirojnë të vazhdojnë për shpejtimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, veçanërisht duke pasur parasysh gjithçka që po ndodh në Evropën dhe botë. Qeveria hungareze e drejtuar nga Viktor Orban prej vitesh është aleate e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić brenda Bashkimit Evropian, ku Hungaria është dhe anëtare. Po ashtu, Orban kohët e fundit ka përqendruar vëmendjen e tij në Republikën Srpska e jo në tërë Bosnjën dhe Hercegovinën. Ideja për një aleancë ushtarake mes Serbisë dhe Hungarisë u shfaq rreth 10 ditë pas nënshkrimit të deklaratës për fillimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Beogradi zyrtar, i cili nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e dënoi këtë dokument, duke cilësuar si provokim ndaj Serbisë dhe cënim të stabilitetit rajonal. Gjithashtu, tema e një aleance ushtarake dhe të sigurisë me Hungarinë u shfaq në një kohë tensionesh të shtuara si në Serbi, ashtu dhe në Bosnjë e Hercegovinë. Serbia prej muajsh përballet me protesta të udhëhequra nga studentët për shkak të vdekjes së 16 personave pas rrëzimit të një mbulese betoni në stacionin hekurudhor të Novi Sadit. Ndërkohë, Dodiku ndodhet në qendër të një urdhër arresti në Bosnjë e Hercegovinë për shkak të shkeljes së rendit kushtetues të vendit, pasi autoritetet kanë marrë një sërvendim me shanti kushtetuese dhe sesioniste.